Pika e lotit. Njeriu që kujton Allahun në vetmi dhe syt I lotojnë. Ky është njëri nga ata që do të strehohen në hijen e tij atë ditë kur nuk do të ketë hije tjetër. Për të qenë njeriu në vetmi me Allahun, nuk ka nevojë të rezervojë një takim paraprakisht. Përkundrazi, të gjitha kohët janë në dispozicion dhe ai bën zgjedhjen dhe vendos se kur. E Zoti bujar pranon përgjërimet, lutjet dhe kërkim faljet në çdo moment. Allahu është I madhëruar, I lartësuar. Atëherë kur njeriu bën përsëritjen e temës, kërkesës së njëjtë, nuk ka nevojë të kërkoj falje për këtë, sepse ai do ata që insistojnë në lutje. Allahu është afër çdo lutësi. Ai e di kërkesën e robit, përpara se ai ta kërkojë atë. Sikur që nuk ka nevojë do e mos të ketë një thurrje elegante, shprehje të stilit të lartë dhe një argument bindës për të marrë përgjigje për kërkesën e shtruar. Gjuha më e mirë që flet është gjuha e zemrës. Allahu është I butë dhe I mëshirshëm. Njeriu nuk do të turprohet nëse sytë e tij lotojnë ose fjalët e tija belbëzojnë. Dobësia e njeriut para Allahut është forcë dhe krenari. Allahu I do ata që kthehen dhe pendohen. Ashtu që njeriu rrëfen mëkatet e tija pa pasur frikë nga pasojat e rrëfimit, sepse Allahu dëshiron që njeriu të pranojë se e ka kryer atë vepër. Në fund, kur njeriu në vetmi kujton Zotin, momentet e tua të vetmisë mbarojnë dhe nevojat e tua ti I ke vënë në duart e tij dhe ti vazhdon jetën. E Allahu rregullon për ty atë që është më e mirë dhe do të përmirësoj situatën e tanishme dhe fatin tënd në të ardhmen, ndërkohë që ti nuk e kupton. Lum për ata që në vetmi Allahun kujtojnë.